Një betejë ligjore që mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e rrjeteve sociale ka nisur në Itali. Një grup familjesh italiane ka ngritur padinë e parë kolektive kundër TikTok dhe Meta, kompania që zotëron Facebook dhe Instagram, duke kërkuar masa më të forta për mbrojtjen e të miturve në internet. Në qendër të çështjes është historia tragjike e një vajze 12 vjeçare, e cila humbi jetën në vitin 2024. Prindrit e saj pretendojnë se gjatë muajve të fundit të jetës ajo ishte ekspozuar vazhdimisht ndaj përmbajtjeve me tema depresioni dhe vetlëndimi përmes algoritmeve të rrjeteve sociale. Nëna e saj, Irene Rogero Gues, thotë se familja kuptoi për masat e saj që vajza kishte parë në internet vetëm pasi arriti të zhbllokonte pajisjet e saj elektronike. Sipas padisë, algoritmet e platformave favorizojnë përmbajtje që mund të krijojnë varësi dhe të ndikojnë negativisht tek përdoruesit e rinj, duke i ekspozuar ata ndaj materialeve të rrezikshme. Nga ana tjetër, kompanitë mohojnë akuzat. TikTok dhe Meta deklarojnë se kanë mekanizma mbrojtës për të miturit, se heqin përmbajtjen e dëmshme dhe ofrojnë mjete kontrolli për prindrit. Megjithatë, familjet që mbështesin padinë argumentojnë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Sipas tyre, është e pamundur që prindrit të monitorojnë aktivitetin online të fëmijëve gjatë gjithë kohës. Paditësit nuk kërkojnë domosdoshmërisht ndalimin e rrjeteve sociale për të rinjt, por krijimin e platformave më të sigurta dhe të përshtatura për moshat e reja. Rasti vjen në një kohë kur shumë vende po shqyrtojnë rregulla më të ashpra për përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët dhe adoleshentët. Ndërkohë, ekspertët e shëndetit mendor bëjnë thirrje për kujdes në nxjerrjen e përfundimeve të thjeshta, duke theksuar se problemet psikologjike të rinjve kanë shumë faktorë ndikues dhe se dëgjimi i shqetësimeve të tyre mbetet po aq i rëndësishëm sa rregullimi i teknologjisë. Padia pritet të kthehet në një test të rëndësishëm për mënyrën se si rrjetet sociale do të mbajnë përgjegjësi për ndikimin e tyre te brezi i ri.